ZPS-ja nuk ka arritur që të provoj argumentin e vet për te dyshimit të rastishëm. Jo vetëm kaq, por ekziston një mungesë e tërë e dokumenteve operative të dërguara nga Ministria e Rendit Publik në drejtim të policisë ose e kundërta, gjë e cila nuk vërteton përfshirjen e zotit Selimi dhe fakti që ai ka pasur kontroll mbi policinë. ZPS-ja nuk ka dhënë prova për të vërtetuar që veprimet ose mosveprimet e zotit Selimi si ministër i Rendit Publik kanë luajtur ndonjë rol në kryerjen e krimeve në akt akuz, apo që ai është përgjegjës për veprimet e personave të tjerë lidhur me kryerjen e krimeve të ngritura në akt akuz. Në dosjen e vet përfundimtare, ZPS-ja duket sikur nuk është e vendosur se i takon përshkrimit të autoritetit të zotit Selimi. Në paragrafin 503 thuhet që zoti Selimi kishte kontroll operacional ose operativ mbi policinë, ndërkohë që 30 paragraf më poshtë në 532 duket sikur ka ndryshuar disi pak mendjen ZPS-ja, duke pretenduar që ai kishte autoritet operacional mbi policinë dhe që ai ishte i pozicionuar në thonjza për të udhëzuar veprimet e tyre. Pra, pavarësisht termave që përdor UÇK-ja, ajo nuk ka dhënë asnjë provë për mbështetjen e asnjë prej qendrimeve të saj.